Një masiv i madh shkëmbora në asfalt në vendin e quajtur Shkëmbi Kuq në rrugën nacionale Burrel Klos pas ditën e së shtunës, duke rrezikuar jetën e udhëtarëve. Shkëmbira në rrugë teksa kishte qarkullim të madh automjetësh që lëviznin në drejtim të Burrelit dhe Klosit. Për fat të mirë një familje ka shpëtuar mrekullisht, teksa masivi u shem thuajse një kosisht ku po kalonte në drejtim të Burrelit. Menjëherë në vendin e ngjarjes mbërritën efektivet e policisë rrugore që menaxhuan qarkullimin e automjeteve deri në mbërritjen e një mjeti tip Fatrom të firmës mirëmbajtëse. Ndërhyrje plotë është bërë këtë të hënë ku mjetet e firmës mirëmbajtëse larguan të gjitha masivet e Shkëmbit që kishin rënë në rrugë, por drejtuesit e mjeteve apelojnë për kontroll të vazhdueshëm të autoriteteve për shkak se ka shumë pika të rrezikshme si kjo tek Shkëmbi Kuq. Se kanë shpëtuar njerëzit, pa mali rrezik, pa tjetër kam si shkepën. Aksi Burrel Klos ka disa pika të rrezikshme për shembjen e shkëmbimeve të tillë. I njëjti informacion shkëmbor dhe i rrezikshëm është në Suç tek Porroj Keçit, në fshatin Bërshi të Klosit dhe në afërsisht të urës së fshatit Fshat.